Përderisa elita e basketbollit kosovare ka zhvilluar xhiron e parë të kampionatit të ri, ajo e futbollit e ka zhvilluar xhiron e 7. Në vazhdim të shohim rezultatet dhe tabelën e xhiros së 7 Raiffeisen Superligës si dhe çiftet e javës së ardhshme e cila zhvillohet gjatë mesjavës. Trepça 89 vllaznimi 1-0, Besa Prishtina 2-4, Hysi Lamkos Kosova 4-0, Drenica Trepça 1-2, Drita Liria 1-1 dhe Hajvalia Feronikli 0-0. Trepça 89 i prind tabelës me 17 pikë, një më pak ka Prishtina në pozitën e dytë, ndërsa Drita është e treta me 12 pikë. Trepça me 11 pikë është në pozitën e katërt, pasaj nga 9 pikë kanë Hajvalia dhe vllaznimi. Hysi është i 7, Feronikli i 8, ndërsa në 4 pozitat e fundit janë Drenica, Liria, Lamkos Kosova dhe Besa. Java e 8, e cila zhvillohet gjatë mesjavës, në javën e 8 do të takohen Liria Trepça 89, Prishtina Hysi, Drenica Drita, Trepça Feronikli, vllazimi Besa dhe Lamkos Kosova Hajvalia.